Nëse shkoni në tualet me njerë pas kafes, mos e neglizhoni, mund të vuani nga këto probleme. Është një fenomen i zakonshëm që njerëzit shkojnë në tualet pasi pinë kafe, por shumë mendojnë se mund të jetë një problem shëndetësor. Shkencëtarët nga Universiteti i Teksasit kryen kërkime pikërisht për këtë temë. Gjatë ullëtimeve të tyre, ata u dhanë minjve kafe për 3 ditë, e cila arriti të rriste lëvizshmërinë e muskujve të zorës, pavarësisht nga doza e kafeinës që përdornin. Lëvizshmëria e muskujve të zorës së hollë u rrit te minjt pas 3 ditëve të konsumit të kafes. Kjo do të thotë se minjt, ashtu si dhe njerëzit, do të kishin jashtëqitje të shumta pasi pinin kafe, madje numri i bakterieve në feçet e tyre ulën. Është interesante se këto efekte janë të pavarura nga kafeina, sepse kafeja pa kafeinë ka pasur një efekt të ngjashëm me tretjen e tyre, citoi autori i studimit për The Mirror. Sugjerohet se efekti laksativ i kafes për shkak të vetive që ka mund të ndikojë në këtë proces. Shumë njerëz pyesin nëse është e shëndetshme, por kjo do të thotë se keni lëvizshmëri të ndjeshme të zorëve edhe për shkak të tolerancës së madhe që ajo mund të japë.